A jeni lodhur të prit për rezultate në jetën e juaj? Ndoshta doni të ndryshoni diçka në jetën e juaj, por nuk po shihni ndryshime ende. Përshëndetje njerëz të dashur dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rina Maja, një psikologe dhe një coach, dhe në këtë video do flasim për diçka që mundet me ndryshu komplet jetën e juaj, kur e kuptoni këtë ide. Nëse jo dëshironi të krijoni diçka në jetën e juaj, por i keni të njëjtat mendime, të njëjtat emocione, të njëjtën rutinë çdo ditë, a mendoni që kjo ju ndihmon me tërheq jetën që ju e dëshironi? Dr. Joe Dispenza thotë që mendimet tona dhe energjia jonë, të dyat së bashku, ndikojnë në të ardhmen tonë. Pra nuk është e mjaftueshme ti vetëm me pas mendime pozitive dhe të mendosh për ato që ti dëshiron të krijosh në jetën tënde. Ai thotë që është energjia juaj dhe mendimet tuaja që të ndihmojnë me tërheq ato që dëshiron në jetën tënde. Diçka që ti duhesh me kuptu është që mendimet që ti i mban çdo ditë, ato mendime që janë të bazuar në të kaluarën, të mbajnë të blokuar dhe këto nuk të lejojnë ty me arrit suksesin që ti dëshiron. Dr. Joe Dispenza thotë që çdo ditë ne zgjohem me mendime të njëjta, me besime të njëjta dhe këto bindje, këto besime, këto ndjenja, energjia jonë e dikton ditën tonë dhe jetën tonë nëse ne nuk i ndryshojmë këto bindje. Për atë arsye është shumë e rëndësishme të observojmë veten tonë dhe mënyra më e lehtë dhe më e mirë për të bërë këtë është të meditojmë. Kur ti mediton çdo ditë, e gjen kohën për me meditu, ti mundesh mi observu mendimet që i ki. Ti mundesh me qetësu mendjen edhe me pas një mendje më të qartë, mundesh me kriju hapësirë për me kriju bindje dhe besime të reja. Bob Proctor ka thënë që truri është si një kompjuter dhe duke ndryshuar programin e tij, ti mundesh me kriju rezultate shumë të mëdha në jetën tënde. Ajo që më ka ndihmuar mua më së shumti me ndryshu bindjet e mia dhe me transformu jetën time ka qenë meditimi, sepse ti nuk mundesh me ndryshu jetën tënde nëse brenda ki ndjenja negative, por mundohesh me mendu pozitivisht. Ndoshta mundohesh me bulu ato ndjenja dhe vetëm me mendu gjëra pozitive, por energjia jote dhe mendimet të jenë të njëjta nëse ti dëshiron me kriju ndryshime në jetën tënde. Për mua e di që ndryshimet më të mëdha kanë ndodhur kur unë kam fillu me meditu. Kur unë kam fillu me meditu, e kam pa që meritoj shumë më shumë në jetën time dhe nuk jam ndi më si viktim, por i kam thonë vetës, une e kam fuqin me ndryshu jetën time. Une mundëm me jetu një jetë më të mirë, sepse e meritoj. Edhe ti e meriton. Ndoshta ti don me kriju një ndryshim në karrierën tënde, ose don me tërheq një partner më të mirë për ty, ose dëshiron me tërheq më shumë para, më shumë lumturi, më shumë shoqëri, më shumë eksperienca të mira. Nëse unë kam mujt me ndryshu jetën time, beson që është shumë e mundur për çdo person. Unë kam qenë në një vend krejt tjetër, kam pas ankth, s'kam pas konfidencë në vete, kam qenë në një lidhje shumë toksike dhe kur unë fillova me meditu dhe me lexu për ligjin e tërheqjes, me studiu psikologjin, më kujtohet që ka qenë një moment kur i kom thonë vetës, wow, unë me të vërtet meritoj më mirë, se unë jam këto.
sikur e kanë pas një thirrje të brendshme, nuk e di a është intuita apo nuk e di çka është, po ndoshta edhe ju e keni pas këtë ndjenje që diçka brenda meje u mundu me më tregu që nuk është stili i jetës për ty, është diçka tjetër për ty, është diçka më e mirë për ty. Dhe nëse edhe ti e ki këtë ndjenje, ndjekë këtë ndjenje, mos haro që ti meriton gjithçka që ti dëshiron dhe asnjëherë mos e jeto jetën tënde për asnjë minutë për dikën tjetër, vetëm për veten tënde, sepse ti nuk mundesh me bo askën tjetër të lumtur për pas vetes tënde. Ti duhesh me qenë e lumtur në këtë jetë, ti je këtu për me kriju gjërat bukura, për me qenë e lumtur, për e jetu jetën e ëndrave të juaj. E kam pas një kliente, më kujtohet, që ka dasht me tërheq një partner, por i ka pas disa bllokime, me mendje, me mendime, ajo ka thonë që po, unë dua me tërheq partnerin ideal për mua, po me energjinë e saj ka transmitu diçka krejt ndryshe. Me energjinë e saj unë kom vrejt që ajo ishte shumë e bllokuar. Energjia e saj tregonte që ajo nuk kishte nevojë për një partner dhe atë ajo e transmetoi të tjerët. Herë që u taku me një djalë, ajo ka ndi atë energji të ajo dhe kur ajo e vrejti kët, ajo e tërheqi partnerin e saj ideal, sepse ajo filloi me ndryshu energjinë e saj, transmetu një energji tjetër. Shkruaj në komente se si duket jeta jote ideale dhe kur të ndodh kjo, mundeni me u kthy te ky koment dhe me i tregu të tjerëve se si ju e keni realizu këtë qëllim. Kështu që shkruani në komente, sepse mundeni me motivu ose me inspiru dikën tjetër. Dr. Joe Dispenza flet shumë për fushën kuantike, por për këtë temë do e bëj një video tjetër, sepse mundet me qenë një video kogja e gjatë, dhe do e spjegoj thellësisht se si funksionojnë mendimet dhe energjia jonë dhe si mundeni me tërheq gjërat më lehtë. Rai thot që është shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë të krijosh atë që ti dëshiron, sepse gjithçka është energji. Ti vetë je energji. Gjithçka në këtë shtëpi është energji dhe ti tërheq gjithçka në jetën tënde me mendimet dhe me energjinë tënde. Dhe kur e kuptoni këtë, e shihni sa e thjeshtë është, vetëm duhet me u ndi sikur ti je ai version tash. Edhe gjithmonë çdo ditë me pyet veten, okay, çfarë kish bo versioni im ideal ndryshe sot? Si kish vepru dhe me dal prej rutinës, me dal prej mendimeve të njëjta që i kemi çdo ditë që nuk na lejojnë me rrit suksesin që ne dëshirojmë. Duhet të kuptoni që nuk mjafton me punu vetëm një ditë, me meditu vetëm një ditë, me mendu pozitivisht vetëm një ditë për me pa ndryshime në jetën tënde. Ti duhesh të punosh çdo ditë, sepse mos harroni që këto bindje limituese, këto mendime, energjia juaj, krejt këto janë krijuar me vite. Dhe për atë arsye, nuk mjafton që ti të punosh me veten vetëm një ditë për me pa ndryshime. Ti duhesh të punosh me veten çdo ditë. Edhe mundet me ndodhë që ndonjëherë edhe kur je të punu me veten, prap kthehesh në atë programin e vjetër, është krejt okej, jemi njerëz. Nëse ti mundesh me observu veten dhe me pa në momentin kur ti kthehesh në atë programin e vjetër, ai është një hap shumë i madh, sepse shumica e njerëzve jetojnë nga programi i vjetër, nga mendimet që i kanë marrë nga familja, nga shoqëria, nga gjithçka e jashtme. E kam pas një kliente tjetër që ka ardhur te unë sepse nuk e ka dashur veten, ka qenë e vetmuar, nuk ka mujt me gjetë dashurinë e jetë. Kur unë
i spjegova asaj që ajo është vetë dashuri, që ajo e krijon realitetin e saj, që ajo është shumë e bukur brenda dhe jashtë, ajo filloi të kuptoj që energjia e saj është shumë e rëndësishme. Ku po du me dalë me këtë është që kur ti punon me veten, kur ti fillon me dashur veten, kur ti fillon me meditu dhe me punu me botën e brendshme, atëherë ti ki me pa ndryshime në botën e jashtme. E di që shumë njerëz e shohin botën e jashtme dhe ajo ndikon te bota e brendshme, por nëse ne dojmë me kriju ndryshime, ne duhet të punojmë me veten tonë, do me thonë me kriju ndryshime nga brenda për me pa rezultate në jetën tonë të jashtme. Edhe diçka që më ka pëlqyer shumë që ka thonë Dr. Joe Dispenza në librin e tij, ka qenë që kur ti fillon me punu me energjinë tënde, mediton, lexon libra, nuk e di, punon me një coach ose shoqërohesh me njerëz që dojnë me bisedu për këtë temë dhe je në këtë energji. Edhe nëse nuk din se për momentin çfarë don me tërheq, se ndonjëherë është edhe pak e vështirë me planifiku çdo gjë dhe me pas në plan se çfarë don me arrit. E di që shumë njerëz nuk e din çka dojnë në jetë. Edhe ajo është krejt okej, është krejt normale. Kërkush nuk e din saktësisht se çka dëshiron. Ai thotë që kur ti fillon me punu me veten, edhe nëse nuk e din se çka don me tërheq në jetën tënde, ti e lejon universin me të surprizu. Dhe me pas, si e ka thonë ai në libër, surpriza kuantike. Shumë më ka pëlqyer kjo temë kur e kam lexu. Edhe thash, wow, okay, surpriza kuantike. Do me thonë, ti punon me energjinë tënde dhe e lejon universin me të shpërbly, me të tregu se sa mirë mundet me qenë jeta jote. Edhe ndoshta munden me ndodhë gjëra që ti kur nuk i ke parashiku. Jam mundu me këtë video me ju dhënë pak motivim, pak energji pozitive. Nëse po ndiheni të blokuar dhe sikur gjërat nuk po esin për ju, kështu që shpresoj që kjo video ju ka inspiru, ju ka bo me u ndi mirë. Nëse keni nevojë për më shumë mbështetje ose udhëzim, mundeni me më kontaktu në emailën time ose në Instagram, të dyjat i lo në descriptions. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, ju lutem bëni like, komentoni dhe bëni subscribe, sepse e kam pa që shumë prej ju po i ndiqni këto video, por nuk keni bo subscribe, kështu që më kish ndihmu mua shumë nëse ju ka pëlqyer kjo video me bo subscribe dhe me lënë një koment. Deri në videon tjetër, uroj të keni një ditë shumë të bukur dhe shihemi në videon tjetër. Tung tung, mirupafshim!